apo islam i masakruar, apo islam vetëm ku ndjenja tona dhe vetëm ku dëshira tona kanë dëshirë me qenë me islamin, atje ku në ndalën i islamin nga njëherë ne i të i kalojnë këta kufi, po kur na urdhron për të mirë nga njëherë i punojnë, po dhe nga njëherë edhe aty tolerojnë. Islami vëllezër të ndëruar nuk ka vetëm namaz, agjerim, zeqat dhe sadat. Islami është pak më i gjerë se sa që po e kuptojnë disa prej njerëzve. Islami është unitet, Islami është mëshirë rahmet, Islami është ndim, Islami është sakrifis për këtë din, Islami është vllaznidat, Islami është bashkimi i zemrave, Islami është sinqeritet, Islami është agjerim dhe Allahu Gjelal, Islami është haqë, Islami është rrugë, Islami është edhe në shkollë, Islami është edhe në xhami, Islami e formon njeriun të jetë njeri i shëndosh dhe njeri i kompletuar, njeri i përshtatshëm për rrethin ku jeton. Vëllezër të nderuar, ibadetet apo adhurimet në Islam në dinin ton të ndershëm, në dinin ton të shtrenjtë, në këtë din që Allahu Gjelal zgjeri që e vetmja fetë jetë e pranuar të kaj, dini Islam, ndahet ibadeti në këtë din në dy lloje. Ibadet i gjymtyreve apo jashtëm dhe ibadet i brendshëm. Ato që punojnë gjymtyrët me dorë sikur namazi, shkuarja në haxh, agjerimi i muajit Ramazan, zeqati, punë të mira, punë e tina në hayat. Kurse veprat që kanë të bojnë drejt për drejti me zemrën, janë të shumta, njetet e mira, sinqeriteti i thellë dhe devotshmëria në zemrën e njeriu, të mos mendoje keq për asnjë njeri, të mos mendoje ti boj tradhti vllau, të mos mendoj që ta vron vllau asnjëherë, të mos i shkoj mendja asnjëherë në zemrën e tij dhe mendja e tina që të bëj me këndaj Allahu te bareke ve teala. Dhe neve sot vëllezër të nderuar, përmes këtij ajeti kuranor do të marrim vetëm një pjesë apo vetëm një prej ibadeteve të brendshme që muslimani duhet patjetër të stoliset me to, dhe kjo është nënshtrimi para mallit Allah te bareke ve teala. Me njëherë në këta jetë të tregon Allahu Gjelal, o ju njerëz, me të vërtet vallahi, të gjithë jeni të varfër para Allahu Gjelal. Edhe pasuniku më i madh në këtë botë është i varfër para Allahu Gjelal, për arsye se ndoshta posedon një shumë parash të madhe. Ndoshta është mbreti i kësaj toke, por nuk mundet me pas në dorën e tij frymen e tij dhe shpirtin e tij. Atëherë është i varfër para mallit Allahu Gjelal. Dhe nuk bojnë fjalë sot për të varfërin materialisht, po bojnë fjalë për të varfërin që duhet me qenë besimtari i varfër apo i nënshtruar para ligjeve të mallit Allah te bareke ve teala. Bazohemi në hadithin në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, po ashtu edhe në ajetin kuranor të mëhershëm që e cekun thot Muhamedi alayhi salatu wassalam: O Zot, më bën të jetoj i varfër, të vdes i varfër, të ringjallem i varfër, të hyj në xhenet me xhamatin që janë të varfër. E pyesin ja Rasulullah, a nuk na ka urdhëruar Allahu Gjelal me punu për botën e amshueshme, po edhe për këtë dunja mos me haru, të nuk e kam pas për qëllim i varfër nga pasunia, e kam pas për qëllim të jam me zemrën e të varfërve. Duke u bazu në hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që është hadith pra kutsi, do me thënia drejt për Allahu Gjelal, vetëm shprehjet janë të Resulullahit, thot Allahu Gjelal. Në ditën e gjykimit, këto fjalë do t'i dëgjojmë çdo njeri prej nesh, para të mallit Zotul Gjelal dhe vet: O robi, kam qenë i uritur, nuk e ardhur me pushim. Thot robi, o Allah, ti je pasuniku më i madh, qysh me të pushy kur ti pasunia dhe mbretëria është dorën tënde, ka qenë dhe robi im i varfër, as punja si ka shku mendje me shku më pushy. Thot
atëherë kur me të ushqy ty ka qenë robe im i etur nuk ke shku me ushqy. E dim të gjithë mirë historinë e shtapëve të cilët kanë vdekë në një betejë në një luftë, ka shku me ujë dhe të shtatit kanë kërku ujë, për arsye se plagë terana, gjaku poderët, fyti kërkon ujë, ka shku te i bari, ka thonë vlau im, ka nevojë më shumë se unë. Ka shku te i dyti, ka thonë i treti, ka më shumë se unë nevojë. Ka shku te i treti, i katërti, ka thonë i shtati, ka nevojë më shumë se unë. Ka shku te i shtati, ka vdekë, është fyte i bari, ka vdekë, ka shku te i dyti, ka vdekë, dhe të gjithë kanë kalu pe i kësaj bote dhe asë njëri s'ka pas dëshirë me kërkue një metin e Allahut ujë, edhe në momentet më të vështira, për arsye se ka sakrifiku për vllaun e vet. Neve vëllezër të nderuar, edhe ujë që e kanë në gotën e tij mundohemi me një marrë, edhe hakun e tij na mundohemi me korruptue, edhe të drejtat e tij na mundohemi me shkel, edhe gjakun e tij na mundohemi me shtrejt me derë. Vëllezër të nderuar, të Allahul Xhelal, kam qenë i sëmuar, nuk ke ardhur më pa. Njerëz vëllezër dhe të merr një madh. Dhe ju të gjithë po e përjetoni këtë që po e them unë. Asnjëri prej juve nuk ju do këtë çudi. Çdo njeri prej jush, do njeri në familjen e tij apo në akraballatun e tij e ka të sëmuar. Vetëm shkoni dhe shiqoni se si njerëzit e përcjellin të sëmuarin në agonitë e vdekjes, me hajgare, me buzëqeshje, me punë të dunjallake. Asnjë njeriu nuk ja merr mendja se nesër do të shtrihet si ai tjetri. Pastaj Allahu Xhelal thot, kam qenë i sëmuar, nuk ke ardhur më pa. Më herë po thot, nëse e kishe ushqy me ujë, vallahi ta kisha kthyr në ditën e gjykimit. Imam Allahu Xhelal po thot, nëse e kishe ushqy me ushqim, vallahi ta kisha kthyr këtë kompenzim në ditën e gjykimit. Kur të te i smuti po thot, nëse kishe ardhur me vizitue, nuk po e thot ko me ta kthyr ditën e gjykimit. Po thot kishe me nxjerr mua afër tij në atë afër. Te i smuti, te njeriu i sëmur, edhe Allahu Xhelal po thot unë jo afër tij. Të mendoj vetëm pas, se Allahu te i smuari po thot jo afër, nuk po thot te ai që është i uritur në afër, sepse ai që është i uritur mund me livrit me shku pe i ty në atë vend. Ai që është i jetur mund me shku te i qeshme me pini pikuj, kurse i smuari i cili është shtrit në momentet e fundit, po kalon me i saj botën e botën amshrushme, këtu vjen Allahu Xhelal me fuqinë e tij, rahmetin e tij, thot vallahi të shar me kishe gjetë mua për ti. Pastaj vëllezër të nderuar, më së shumti te i smuari muj me kuptu ajetin kuranor, ku thot Allahu Xhelal, entum fukara ila Allah, ju jeni të varfër para të bandit Allahu Xhelal, për arsye se në shpirtin e juaj, edhe shëndetin e juaj, edhe frymarrjen tuaj, nuk e keni të durët e juaja, nuk ka pasurinë e madhe e cila mund me kthy atë shpirt, nuk ka evlat që mund me shty një moment, nuk ka ushtrim cili mund me ofru një moment. O vëllezër të nderuar, Imam Maliku radiallahu ta'ala anhu, Imam Ahmed ibn Hanbali vërtet në falni, një ditë po të sillet rreth çadës dhe po e shet një njeri me vesh shumë të pastër, me një vesh të pasunikëve të mëdhenj, duke i lutur Allahun Xhelal, duke i thënë, o Zoti i gjithësisë, me vërtet i e pasunik dhe unë i varfër. Po çuditet Imam Ahmed ibn Hanbali, të ishte me një vesh shumë të njerëzve mbret që janë, nuk kam parë një vesh më të bukur se ai. Thot o Zot, unë me këtë veshën time shumë të lot, me këtë gruan time të shëmtuar, thot vallahi ne ka pas një bashorte muslimane sinqer, thot me këtë fytyrën time të shëmtuar, thot vallahi ne ka pas një fytyrë të bukur, jo ma frua afër i komandant diçka prej parave, mi ka gjuhë prap mi ka thy dhe ka thonë, nuk kam nevojë për para tua, po kam nevojë për mëshirën e Allahut Xhelal, për arsye se kërkon i madhi Allah te bareke ve teala, që neve ti në nështrohemi me të vërtet një nështrim që meriton i madhi Allahut Xhelal, pastaj e merr të gjymen e vetë vet, vallahi shumë kjo gjyme është e thjeshtë mes asaj që do të veshin besimtar për
frikën e gjykimit. Vallahi të shumë kjo teshe inja është dhe thjesht për mes asaj që do të kemë besimtar. Dhe kjo gru bashorte inja është shumë e thjesht me spërijave të gjenetit. Dhe kjo fytyre inja është në shumë duar kur të ndryqojnë fytyrat e besimtarve në gjenet. Vëllezër të ndëruar, Selman el Farisiu një ditë qëllon të afërmit e tij dhe qëllon mes atyre që kanë qenë brisat të Mekës dhe fillun para në prezencën e Selmanit, çdo njani po lavdohet dhe po ngritet po mburret, thot unë jam i biri fulan festekut, fillon pasunikut, ky tjetri thot unë jam i biri filanit, ka qenë baba i kryetar, thot ky tjetri unë jam i biri kësaj familjeje, Selman el Farisiu ka qenë i lartë me jam i vetën e amërqi. E ngritorën të vetë, unë e jam ai që ka kriju Allahu dhul Gjelal prej një pike ujë, dhe unë e jam ai cili kur do të vdes, do të shëndrohet me gjenazë i palevishëm, dhe unë jam ai cili pasit me futi me mërë, era ime nuk do t'i le njerëzit me nejt afër meje. E ka ngrit imani Allahu dhul Gjelal, e ka ngrit edhe me të vetën ai, pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e dëgjon fjalën e Selman el Farisiu dhe thot Selman min ali bejt, në Selmani është i familjes time. A ka familje me ndëshme se sa ai i cili mbështetet Allahu dhul Gjelal? A ka familje me respektuar se sa ai i cili i bjetësejt Allahu dhul Gjelal? A ka familje me çmuar se familje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Mustafa sallallahu alaihi wasallam meritojnë që të jenë prej familjes së tij. Abdul Kader el Geilani ka qenë prej dietarëve të famshëm, dietarëve të sinqert, dëgjon e mirë vëllezër të nderuar në një ditë çka thot, kam trokit në dyrë të Allahu dhul Gjelal dhe i kam pa të gjitha që janë mush dyrë të Allahu dhul Gjelal, një kallavllak i madh. është mush me gjemat çdo derë Allahu dhul Gjelal. Shkova në derën e namazlive, ka pasur shumë njerëz që prishin namaz. Shkova në derën e xheruzëve, pat shumë gjemat në atë derë. Shkova në derën e haxhilerëve, pat shumë haxhi ku fut në derë. Nuk gjeta vetë trokita në derën e fundit, dhe kjo është dera e nënshtrimit para Allahu dhul Gjelal. Tash ta njerëz, pak njerëz që ishin për atë derë. Allahu dhul Gjelal kur ta njofton se robi Allahu kur bën dua dhe i ngritur plan e që neve na do këtë shumë tragjike kur e lusëm Zotin dhul Gjelal dhe nuk i përgjegjim lutjeve tona, në këto momente ne nim veten sikur njerëz të larguar nga Allahu dhul Gjelal, po në të kundërtën Allahu po e pyet Xhibrilit dhe do Xhibril, çka po thot robi dhe do Allah po lutet ty, dhe mos ju përgjigj, mos ja plotso kushtet e tina, dhe çka po thot robi o Xhibril, dhe prap o Zot po lutet ty, dhe prap mos ju përgjigj doas tina. Pastaj e pyet Xhibrili dhe do Allah, tu ka lut shumë, tu ka nënshtru para teje, të ka rarë me gjoj, i ka ngritituar plak, është i nënshtruar para teje, o Allah, përgjigju lutjes tina të ne, o Xhibril golohet, se vallahi kam dëshirë me dëgju robën të nuk më thirë mua. Vëllezër të nderuar, dhe me këtë po përfundoj, ligjëra
se sa kam respekt për zemrën tone, atër vëllezër të nderuar, ti kthehemi Allahul Xhelal, ti trovitim me derën e ti pa Allah, ndoshta në atë derën e mëshirës, أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ويا فوز المستغفرين استغفر الله إنه هو التواب الرحيم